pas 28 dhjetorit. Mendojmë që në Republikën e Kosovës ka nevojë për një frymë të re qeverisje. Mendojmë që në Republikën e Kosovës ka nevojë për një vizion të ri të qeverisjes për dallim për këto 5 vite, 6 vite sa kemi pa. Mendojmë që ka nevojë për njerëz të ri, për ekspert të ri dhe profesionistë të ri. Dhe nëse flasëm për këto 3 procese shumë të rëndësishme që unë i përmenda, nuk besoj që mundemi me i bë me partinë e vjetër. Dhe nuk besojmë që mundemi me i bë me atë që kemi pa qeverisjen e këto 6 vite. Mendoj qeverisja atyne në Republikën e Kosovës le për të dëshiruar jashtëzakonisht shumë. Unë më shumë se sa që kam kritik për ta, më shumë kam fjalë për angazhimin tonë dhe për programin tonë. Mendoj që sot programi Bedri Hamzës është një program i cili e nxjerr vendin tonë nga kriza dhe është lehtësisht i realizueshëm me partitë ish opozitare. Jo me partinë pushtet. Ne vijat kush që nuk kemi asnjëherë për asnjë parti politike në vendin tonë. Ne mendoj që do të jemi të pakompromis në realizimin e programit tonë. E shoh shumë të vështirë, e shoh tetë e vështirë, mos më thonë të pamundshëm një bashkëpunim, një qeverisje mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes së Vendosjes. Pse? Ata refuzojnë me i rrit pagat. Ata e mendojnë vendin me ndihmu përmes tyre skemave sociale. Ne insistojmë me u rrit pagat, sepse mendojmë që duhet me u rrit standardin vendit tonë. Ata refuzojnë me hek të vëshën për energjisë elektrike dhe për produkteve. Kanë marrë vendim për mirë pagat minimale, s'është ajo pa përfillshme. Nëse pagat trame dhe buxheti i ri. Kanë bërë televizor dhe dajire që në fund. Dëgjoj, ne secilin lëvizje. Se çu shpevrej më shumë jeni për vjet kuqen program se sa në parti. Sakt. Po mendoj që sot qytetarit, sot pensionisti nuk ka nevojë më jap, nuk është e mjaftueshme nëse e japim çdo 4 muaj 100 euro. Sot pensionisti duhet me pas pensionin minimumi 250 euro e lartë. Prandaj mendoj që sot me realizu një program tonën me qeverisë, me lëvizjen vendosje, është e pamundshme, sepse ata refuzojnë me largu të vëshëm për energjisë elektrike, që ne besojmë që mund ta bëjmë dhe e zbresim çmimin. Ata refuzojnë me shfuqizu ta ligjin. Çu largohet të vëshë për energjisë elektrike? Largohet për energjisë elektrike, vlera pra mbi tatimin e shtur me ligj. E liron. Përqen është goxha shumë është po. E liron. Me hek? Po pra, me liru me hek. Subvencionon shteti apo çu? Jo, nuk është subvencionon shteti. Nuk ka nevojë, domethënë mendoj që është menaxhimi i mirë i buxhetit të Kosovës. Shteti nga ajo e hyrës është aty në vlerësuar. Për një periudhë 80% i faturës është goxha vlerë. Është saktësisht. Tash imagjino sa ndikon atë shtetar. Nëse largojmë të vëshën nga energjia elektrike dhe nga produktet bazike ditore ushqimore që ne i konsumojmë, sa ja u lehtësojmë. Pastaj